Kur e lë dikë të shkojë, sepse në lirin e tij ai zgjedh një rrugë që e bën të ndjet i lumtur më shumë larg teje dhe familjes dhe më afër karrierës dhe pasioneve të veta. Është ky një akt dashurie në vetvete? Apo është prap një vetë sakrifikim që ti ke bërë, që nuk e këmbgulur, nuk e luftuar mjaftueshëm, që ti thoje unë kam qenë këtu për ty dhe ti tani duhet të jesh këtu për mua. A është ky në fakt një lirim nga diçka që nuk funksionon, nuk shkon edhe pastaj njerëzit duhet gjejnë rrugën e tyre dhe të lirohen nga kjo që pastaj kthehet në peshë, nuk është më një hapësirë ku ti merr ajër lirisht. Është një akt, domethënë që ti kërkon që tjetri të jetë i lumtur dhe ti e lejon atë që të zgjedhë atë që ai do. Dhe në rastin ton kështu ndodhi. Donte domethënë që të vinte në Shqipëri në Tiranë sepse ndihej më mirë. Edhe ne edhe megjithëse ne si familje ofruam që domethënë që ti mund të rish këtu, të punosh këtu, domethënë ose edhe mos punosh fare, po të bësh muzikë nga larg, duke qenë në distancë, pasi siç gjithë e dim, bota është zvogëluar, ti mund të punosh kudo. Mirpo donte të ishte pranë domethënë njerëzve, shoqërisë, njerëzve që e don, sepse shpëtimi është formuar, rritur është në Shqipëri dhe normalisht në një farë mënyrë mund të kishte një lloj drejte. Shpëtimi e bëri mirën apo mira bëri veten? Dhe shumë njerëz thoshin që Mira Konçi është e privilegjuar sepse Shpëtim Saraçi ka një pozicion me ndikim të mirë në rrethet muzikore. Me këtë nuk jam dakord të drejtën, me këtë idenë që Shpëtimi e bëri mirën, nuk kam qenë herë dakord kur absolutisht ne kemi qenë një dyshe shumë e fortë bashk, edhe kur dy njerëz janë shumë të fortë dhe vinë fuqishëm në një produksion, bëjnë një fuqi. Unë kam dalë në 90-ën me një recital dhe që nga ai moment Shpëtimi më pa që dole nga recital më pëlqeu dhe më ofroi për një bashkëpunim. Pra unë u konfirmova në 90-ën pa njohur Shpëtim Saraçin. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.